Dje rreth orës 14:50 në rrugën magjistrale Gostivar Tetov në kryqëzimin Zherovian, zyrtarët e policisë nga stacioni policor për sigurinë në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria 40 vjeçarin NR nga fshati Reqice Vogël, sepse po drejtonte automjetin motorik të pasagjerëve BMW me targa të Gostivarit me shpejtësi prej 151 km/h në një vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit për të do të përgatitet para shtresë-përkatëse sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i mjetit motorik. Mbrëm rreth orës 19:05, zyrtarët e policisë nga SPB Tetov arrestuan personin MR 57 vjeç nga fshati Kamjani Tetovës, i cili është raportuar se ka prishur rendin dhe qetësinë publike në rrugën Boris Kidriç në Tetov, pranë stacionit të autobusëve, duke e bërtitur, duke u grindur dhe duke u sjellë në mënyrë agresive dhe të pahishme. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit për të do të përgatitet para shtresë-përkatëse në përputhje me nenin 4 të ligjit për veprat kundër rendit dhe qetësisë publike. Dje rreth orës 9:50 në rrugën Tomo Çerep-Nallkovski në Gostivar, zyrtarët e policisë nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar arrestuan 62 vjeçaren MA nga Gostivari, e cila është raportuar nga i afërmi i saj FA 48 vjeç nga Gostivari, me të cilin jetoi në një shtëpi të përbashkët, se rreth orës 9 ajo është sjellë në mënyrë agresive ndaj tij dhe e ka sulmuar me një mjet prej druri. Ajo është ndaluar në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë-përkatëse. Sot pas mesnate, në stacionin policor të Gostivarit, IR 47 vjeç nga Gostivari ka raportuar se rreth orës 22:30 në rrugën Zhivko Brajkoski në Gostivar, djali i tij i mitur pas një grindjeje verbale të mëparshme është sulmuar fizikisht nga BB nga Gostivari, po merren masa për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rastit. Dje rreth orës 16:45 në rrugën 101 në Gostivar, zyrtarë të policisë nga Departamenti i Policisë për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor Gostivar privuan nga liria personin BB 31 vjeç nga Gostivari, i cili drejtonte një autobus Setra në pronësi të një personi juridik nga Tetova, i cili kishte leje qarkullimi të skaduar dhe ishte çregjistruar që nga viti 2023 kishte vendosur targa nga një autobus Mercedes me targa të Gostivarit në pronësi të një personi juridik nga Gostivari. Autobusi është sekuestruar dhe ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme, ndërsa pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë-përkatëse në përputhje me nenin 344 të ligjit për siguri në trafikun rrugor dhe nenet 378 dhe 380 të kodit penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dje rreth orës 11:30 në stacionin e policisë në Tetov, një 27 vjeçare nga një fshat i Tetovës ka raportuar se është mashtruar me 2000 euro nga KJ, e cila është paraqitur si vajza e një prokurori dhe se mund ta ndihmoj për një çështje në prokurori. Më 15 shkurt 2025 ajo ia dha parat, por më 15 prill 2025 ajo mori një përgjigje nga prokuroria se iniciativa e saj ishte refuzuar, pas së cilës ajo e kuptoi se ishte mashtruar, po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit. Mbrëm rreth orës 18 në stacionin policor të Gostivarit është raportuar se në një rrugë lokale në fshatin Vrapçisht të Gostivarit, një i mitur nga fshati Vrapçisht, i cili po udhëtonte me një trotinet elektrik, është rrëzuar në rrugë. Në aksident ai ka pësuar lëndime të rënda trupore, të cilat ju diagnostikuan në Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit. Inspektimin e ka kryer ekipi inspektues nga DPB Gostivar.